Kujdes javën që vjen. 1 deri në 7 dhjetor sjell lajme që spritej. Java 1 deri në 7 dhjetor vjen me energji të forta që nuk kalojnë pa u ndier. Çdo ditë sjell një lëvizje të vogël që ndryshon drejtimin e emocioneve, marrëdhënieve dhe vendimeve që ke shtyrë prej kohësh. Disa prej jush do marrin lajme të papritura, disa do përballen me një realitet të ri, dhe disa do ndjejnë qartësi që nuk e kanë pasur prej kohësh. Kjo javë ngre perde, zbulon të vërteta dhe hap mundësi që duken si rastësi, por nuk janë. Nëse po e sheh këtë video, energjit po të kërkojnë vëmendje. Jepi vendin që meriton sepse java është e rëndësishme. Dashi, dita e hënë hap një javë që të shtyn të reagosh më shpejt ndaj situatave të papritura. Mund të ndjesh një ndryshim emocional që të bën të kërkosh më shumë qartësi në marrëdhënie. Dikush mund të vijë me një kërkesë ose bisedë të lënë pezull prej javësh. Në punë, java hap dyrë të reja, por kërkon që të mos nxitohesh me vendime të mëdha. Mund të marrësh një informacion që të ndryshon planin. Financat kërkojnë përqendrim sidomos të martën dhe të enjtën. Energjikisht, java të fton të krijosh hapësirë për veten, sepse disa gjëra nuk janë ashtu siç duken. Në fundjavë vjen një lajm I vogël që hap dritë të re dhe të çon drejt një ideje të rëndësishme. Demi, java e re sjell qetësi në dukje, por në thellësi ka lëvizje që kërkojnë vëmendjen tënde. Mund të shfaqet një person që kërkon mbështetje ose një situatë familjare që të detyron të organizohesh ndryshe. Në dashuri, bëhesh më I ndjeshëm ndaj fjalëve, por kjo hap rrugë për një komunikim më të thellë. Në punë, detyrat duken të shumta, por nëse I ndan me qetësi, gjithçka ecën. Në mes të javës, një ide e vjetër mund të rikthehet me potencial të ri. Financat kërkojnë qetësi dhe jo vendime impulsive. Energjikisht mund të kesh ulje ngritje të lehta, por drejt fundjavës vjen një frymë e bukur stabiliteti, që të kujton se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Binjakët, java nis me lëvizje të shpejta dhe informacione të rinj që mund të ndryshojnë planet e tua. Mund të marrësh një mesazh të papritur ose një ftesë që të hap një mundësi të re. Në dashuri, komunikimi bëhet më emocional dhe një person tregon atë që nuk ka pasur guxim ta thotë më herët. Në punë, idetë e tua nuk duhen në vlerësuar, sidomos në mes të javës kur mund të marrësh vlerësim. Financat kërkojnë kujdes ndaj blerjeve të panevojshme. Energjikisht mund të ndihesh më I shpërqendruar, por në fundjavë rivendos ekuilibrin. Kjo javë të mëson të mos ikësh nga ndjenjat, por t'i përballesh me guxim. Një mundësi që mendove se humbi shfaqet përsëri I papritur. Daforia. Gjithë java të shtyn të shohësh më thellë brenda vetes dhe të kuptosh disa emocione që ke shtyrë prej kohësh. Në fillim të javës mund të shfaqet një kujtim, një person ose një situatë që hap një ndjenjë të vjetër, por këtë herë vjen për të shëruar. Në marrëdhënie duhet t'i japësh së asaj që ke ndjerë në heshtje, sepse sinqeriteti sjell qetësinë që kërkon. Në punë, intuita të udhëheq drejt një vendimi të mençur, sidomos të mërkurën. Financat lëvizin ngadalë, por drejt stabilitetit, veçanërisht nëse shmang shpenzimet emocionale. Energjikisht mund të përjetosh disa luhatje, por fundjava sjell dritë, qetësi dhe një lajm të mirë që të ngrohë shpirtin. Kjo javë është mësim për forcën tënde të brendshme. Luani, një energji shtytëse të frymëzon që në fillim të javës dhe mund të marrësh një vendim të fortë që e ke vonuar. Situatat që lidhen me karrierën aktivizohen dhe një mundësi e vogël, por me vlerë, mund të shfaqet papritur. Në dashuri, dëshira për vërtetësi rritet dhe dikush të hapit me fjalët e tij. Nëse je beqar, rritet karizma jote duke të sjellë vëmendje të papritur. Në punë, një bisedë ose takim të çon drejt një rruge të re profesionale. Financat kërkojnë stabilizim, sidomos në mes të javës. Energjikisht, kjo periudhë të jep shtysë, krijimtari dhe nevojën për të dalë nga rutinat e lodhshme. Në fundjavë, merr një shenjë që të vërteton se je në drejtimin e duhur. Virgjëresha. Java të vendos përpara një detyre që kërkon përqendrim, qetësi dhe organizim. Mund të shfaqet një situatë që të kërkon të ndryshosh mënyrën si po I menaxhon përgjegjësitë. Në dashuri vjen një moment qartësie që të tregon çfarë duhet të mbash afër dhe çfarë duhet të lësh pas. Në punë, perfeksionizmi ju të ndihmon, por her pas here të lodh, ndaj duhet të bësh pushime të vogla mendore.
Financat janë të qëndrueshme, me një mundësi të vogël për përmirësim drejt fundit të javës. Energjikisht, ndjehesh pak i tërhequr, por kjo të mbron nga vendimet impulsive. Fundjava sjell një ndjenjë lehtësimi, sikur një peshk largohet dhe ti merr frymë më lirshëm. Peshorja. Sfidat e vogla të fillimit të javës të detyrojnë të gjesh ekuilibër mes punës, familjes dhe ndjenjave. Mund të përballesh me një zgjedhje që kërkon të mendosh më thellë, por nëse ndjek intuitën, do marrësh vendimin e duhur. Në dashuri, vjen një moment sinqeriteti që hap rrugë për komunikim më të butë. Në punë, bashkëpunimet favorizohen dhe mund të marrësh mbështetje nga një person që nuk e prisje. Financat qëndrojnë stabile, por mos u tërhiq nga shpenzimet për qetësim të momentit. Energjikisht, java të mëson të mos i shtysh gjërat që duhen zgjidhur. Fundjava sjell qetësi shpirtërore dhe një ndjenjë se gjërat po vendosen në vendin e duhur. Akrepi. Intensiteti i kësaj jave të shtyn të shohësh të vërtetat që i ke shmangur. Mund të zbulosh një informacion ose sjellje që të ndryshon perceptimin, sidomos në marrëdhënie. Në dashuri, ndjenjat thellohen dhe një bisedë e fortë mund të hapë rrugë të reja. Në punë, aftësia jote për të lexuar situata të jep avantazh, sidomos në mes të javës. Financat kërkojnë kontroll të qetë, veçanërisht ndaj njerëzve që mund të përfitojnë nga besimi yt. Energjikisht do të ndjesh momente tensioni, por ato vijnë për të pastruar energjinë e vjetër. Fundjava sjell një ndriçim të brendshëm që të tregon drejtimin e duhur për muajin që vjen. Kjo javë është transformim. Shigjetari. Dëshira për liri dhe hapësirë të shtyn të analizosh disa vendime që ke marrë me nxitim. Mund të shfaqet një situatë që të kërkon përgjegjësi më të madhe, sidomos në marrëdhënie. Në dashuri, kërkon vërtetësi dhe një person mund të tregojë një ndjenjë që ka mbajtur të fshehur. Në punë, vjen një mundësi që nuk duhet ta humbasësh, por duhet vlerësuar me kujdes. Financat janë të qëndrueshme, por nuk është javë për shpenzime të mëdha. Energjikisht, do të kesh momente motivimi të fortë që të shtyjnë drejt një ndryshimi të bukur. Fundjava sjell një qetësi të brendshme që të lejon të shohësh më qartë hapin tjetër. Britsjapi. Përgjegjësitë që ke marrë fillojnë të peshojnë më shumë këtë javë, por ti ke forcën për t'i menaxhuar. Në dashuri, mund të duhet të marrësh një vendim të rëndësishëm që kërkon sinqeritet. Në punë, një mundësi e re shfaqet, por vjen me detaje që duhen menduar me kujdes. Financat mbeten të stabilizuara, me një mundësi të vogël për përmirësim në fundjavë. Energjikisht, java kërkon pushim, organizim dhe të mos e lodhësh veten me gjërat që nuk varen prej teje. Fundjava sjell një lajm të mirë që të rrit moralin dhe të jep qartësi për ditët që vijnë. Kjo javë të ndihmon të kuptosh se forca jote vjen nga durimi. Ujori. Idetë e reja shpërthejnë që në fillim të javës dhe mund të çojnë drejt një projekti të rëndësishëm. Në dashuri, kërkon sinqeritet dhe hapësirë, dhe nëse dikush kufizon energjinë tënde, do e dallosh menjëherë. Në punë, kreativiteti ju të jep avantazh dhe një mundësi profesionale mund të shfaqet papritur. Financat janë pozitive, por duhet të shmangësh blerjet për gjëra të panevojshme. Energjikisht, do të ndjesh frymëzim dhe nevojën për të bërë diçka ndryshe. Fundjava sjell një ndjesë klirimi, sikur diçka që të ka peshuar më në fund largohet. Kjo javë të shtyn drejt një hapjeje të re që do ndikojë shumë në muajin dhjetor. Peshqit. Java të thërret të dëgjosh intuitën, sepse sinjalet që merr janë të forta. Në dashuri, mbledh guximin për të shprehur një ndjenjë ose për të përballur me një situatë që ke shmangur. Në punë, një ide shpirtërore ose krijuese merr formë dhe të jep drejtim për javët e ardhshme. Financat kërkojnë tokëzim dhe vëmendje ndaj detajeve. Energjikisht mund të ndjesh luhatje, por kjo vjen nga proceset e brendshme të shërimit. Fundjava sjell qetësi, reflektim dhe një moment emocional që të jep përgjigjen që kërkoje. Kjo javë është udhëzim i pastër nga universi. Nëse energjitë e javës të folën, mos i lër të kalojnë pa i pranuar. Shkruaj në komente. E pranoj mesazhin e javës 1 deri 7 dhjetor dhe hap portën e energjisë së re. Mos harro të bësh like, të abonohesh dhe ta shpërndajsh videon, kështu forcohet familja jonë shpirtërore.